Mirë mëngjes nga Katrahura. Ju lutem, mundësisht çdo lodër e mundshme e arbërit është në këtë hapësirë këtu. Sepse kështu vendosin, dhe kërëri. Gjithashtu ka qenë heshtje totale këtë sot, sepse përveç që për shortim u rikthyer punë, por mami dhe babin tim kanë ikur në Shqipëri, kështu që nuk është se kemi ndonjë vizitë nga nana me gjyshen le themi, por që e Ronaldo. Kështu që total vetëm kemi qenë që Ronaldo, edhe në lozin qik me atë, arbri do shumë, tajnë e vetë. Pësoj se duhet tjetë është gëmtare se rune do më shumë timin. Por për te i saj është mi mjaft i dashur shqyqyr zotit, me thonë të gjithë, kështu që kjo është gjë e mirë. Planet, nesër në Itali është pushim. Data 6, po shikoja pak kohën, më thësë më duke s'ku bje Shqipër s'po bje. Gjithsesi, nesër është pushim në Itali. Si u të rëgova, kam prej flokët. Ndje se nuk i kam krehur. Nga që thjeshtu u mora me arbri dhe i kapa. Por i kam prerë supozohet të jetë butterfly. Dallon, gjithsesi. Vala, shumë bukur, jam shumë e lumtur. Nesër është data 6 në Itali. Edhe është pushim, që që kemi pësërish babin e arbrit në shtëpi, edhe Ronaldo është pushim, edhe i thash të bëjmë diçka, do dalim, me shumë mundësi të shkojmë të shohim borën, kur ra 10 borë arbri ishte i vogël, ishte 2 muajsh, më pak se 2 muajsh, edhe tash jo të nuk e kuptonte, por tani po, kështu që besoj se do shkojmë të shohim borën dhe jam shumë e lumtur. Besoj se do ju regjistroj diçka, nuk e di të shohim, po besoj se po. E sigurt. Edhe jam shumë e lumtur gjithashtu që po rikthehemi me vloget, po rikthehemi pak nga pak rutinës tonë dhe shumë shpejt do ju zbulojmë edhe atë për cilën kemi punuar këtë kohë, ku që gjeni këtu me atë humorën, edhe jam shumë e lumtur. Kam nisur me shumë optimizëm 2026, kështu vazhdoftë. Lexova diku që thonte nuk është se viti i ri sjell gjëra të reja, gjëra të tilla. Jemi ne thjesht Zoti na ka dhënë atë kapacitetin për të ndjerë më të rinovuar, por nuk është se është koha apo dita nga sot nesër. Dhe këtë ndjesi dua të mbaj, këtë gjë dua të mbaj në veten time, një risi, një ndryshim, diçka që mund të bëj dita ditës për përmirësim. Edhe tani do futem rregullimit të këtyre lotrave derisa të zgjatë arbri, por më parë do pi një kafë dhe pas kafes të shohim kur zgjatë arbri, nëse do e nxjerr, nëse të bie shi, nëse kam diçka për të bërë, si do që tjetë, do e marrë me vete. Kështu që nga regjistrimi i asaj pjesës parate, kjo kanë kaluar disa orë, gjithsesi arbri nuk urren gjumë, por bën gjumin e mbas ditës. Ka kaluar treg, kanë kaluar kohë me babin e vet, pas çortim sot u kthye në punë, mbas 20 ditësh gati. Po, ishte pushim, edhe është sot që nga 1 dhjetori e deri sot, që është 5 janar, që arbri bën 13 muajsh, kurrit mashallah. Është hera e parë që ne të dy qëndrojmë vetëm gjithë ditën. Domethënë mbasi iku Gjeni dhe kushëria ime, nuk kemi qenë vetëm paçka se që një 2-3 ditë që s'pata njerëz në shtëpi, por kisha mamin, kupton? Pastaj erdhi daim, iku daim, erdhi kunata ime hall arbri, domethënë me familjen e saj. Pastaj qenë ato 2-3 ditët e festave, sa të njerëzit vërtall. Ka qenë, domethënë, javë me kallaballok. Ka qenë kallaballok i bukur, kemi qenë plot, kisha frikë, të them të vërtetën kisha frikë se arbri do mësohesh me aq shumë rrëmuj, me njerëz vërtall, se do humbiste komplet ato ritmin e vet, por fale Zotit, ja dolëm që ti mbante gjithmonë oraret e veta, maksimumi me gjysmore ndryshonte, por i bënte gjumet e ditës, gjumet e natës. Pastaj që një periudhë që i filloi ka një ca ditë që ka dhimbje veshi, po jap diçka që më dha doktoresha, duket sikur po qetësohet, por e shoh pak që nuk është rehat, plus dëm të tjerë që po i dalin, tregët e arbrit, të hedhura vërdall, sepse sa del nga dhoma, ja vesh, sepse normalisht duke qenë shtrirë, është i mbuluar, zgjohet, duhet të jetë diçka si, por ai nuk i do të jetë i lirë, kështu që
hedh një anë një tjetër, gjithsesi të temat të nxjerrë në temë. Edhe kështu gjumi, kur ka hyrë vit të ri, gjumi nuk ka qenë shoku im më i mirë, por që po e përballojmë, do e përballojmë sepse fundi e fundit është duke u rritur, është duke mësuar, por përveç kësaj çdo gjë tjetër është okay. Do thoni ju çfarë ndodhe? Nuk fjeti. Jeti 10 minuta fjeti. Dhe kemi kalu shumicën e kohës duke losë. Krevat, se thash, okay, ndoshta duke losur, do flej gjumë. Por jo, sot rria dhe losim, mos flej gjumë. Dhe tani çfarë bëri, do thoni ju? E lash të pëlloste, ishte rehati, me Aldo të Sava. Unë kam parket e shtëpia. Po, i tregoj bëmat e tuja. Unë kam parket të shtëpia. Edhe e lash të këllodhur, thasho, sa mirë pëllos. Ka një kështu rost madhe me bebat e saj që mbushën me ujë, por nuk e kisha vënë re që e kishte marrë nga... Kries, mami? E kishte marrë nga banja me ujë. Kur shoh që lagu gjithë parketin, çorapet e veta, dhe që është. Do të vi në video. Qa ka, nuk mund të dalësh në video ti, e kemi të ndaluar të dalësh në video. Kjo është. Pra, kur është shumë i qetë, të shkonë. Vëmëndja. Dhe kur të temë, pas ka që kushiu. Këndë, shumë këndë. Edhe unë të gjë. Ka shumë gjajtë ke shumë të mund. Pjesë të më e për të dhe fishë, të tusë. Asë e për të të kajtë. Nuk është normal, pyta të të rëmë pyta të marë, në për të qetë. Mos u trëmni. Unë sot jam zgjuar pak e bllokuar, por ishte e pritshme nga 2-3 ditë me borë dhe unë si kalamaj që rrim borë tërë ditë. Dhe ky ndryshimi i temperaturës realisht ishte e pritshme me gjithë virozat që janë vërdall. Por shiqur nuk kam temperaturë, nuk kam kohë, jam thjesht pak e bllokuar dhe si e lodhur e kputur domethënë, por çdo gjë është okay, holding on. Shiqyr punët dhe gjërat që kisha në shtëpi sepse ne gratë nuk mund të rrim edhe në një ambient që nuk na duket i pastur në syt ton, pavarësisht se gjithë mund të thonë është pastër, është në rregull, zemër mos bëj gjë, më thot burri mu. Po nëse mendja ime thot duhet bër kjo gjë, unë duhet ta bëj pavarësisht se si jam. Shiqyr zoti çdo gjë është në rregull. Mora kohën të kujdesem pak për vetëm, duket sikur duke bërë maskën e gjithë këtë, do vë ndonjë serial të lezetshëm sepse edhe çfarë kisha nga ana profesionale bëra dje. Edhe dita ime do jetë vetëm kjo. Për dreke kam zgjidhur, kur pata njerëzit për dreka për dje, kunata ime kishte bërë byrek me qumësh, që bashkë me atë me qep janë preferuarit e mi, kështu që më ka tepruar e qike, kam rritë shusi me kimet, doja për drek, për kelin e kam gjë gati, që do të haj për drek, kështu që do jetë një ditë relaksuese për mua, do jetë një ditë e qetë, jo se s'kan qenë të ditë e tjera, por më kuptoni çdo të them. Si doj që t'jetë nga çdo anë, lavatari që t'i bëra, rrobat i palosa, i kam në për vende, shtëpia është e pastër. Çdo gjë, për qetësinë time mendore. Mund të duket sikur është diell, por është realisht shumë ftohtë, është -8, domethënë ndihet si -8. Edhe s'ka gjë. Më pëlqen. Nga një anë themi drejtë, nuk ankojmë shumë sepse më pëlqen. Unë jam person shumë shtëpiak. Po flisja një ditë me Dajen, edhe i thash mund të rri një javë pa dalë nga shtëpia, realisht nuk kam problem. Thjesht edhe punën nuk është se e kam larg, kam afër, por e di që është të vështirë për njerëzit që janë jashtë. Domethënë është kollaj për mua të them më pëlqen ftohti sepse unë rri brenda. Por njerëzit që është jashtë, pikërisht siç po thoja, është shumë ftohtë. Prindërit e mi janë në Shqipëri, në Durrës dhe është një përmbytje e papar, domethënë as në makinë nuk mund hipim për të shkuar në vendet që kishin përshkuar dhe kjo është një situatë e tmerrshme. Prandaj e kuptoj që çdo anë pozitive ka dhe anë negative, për shembull pozitive për mua se rri brenda se kam problem, por e di sa e vështirë është për gjithë njerëzit që janë jashtë, kështu që sidomos në kushte të papërballueshme, si për shembull prindërit e mi që kanë ngel brenda sepse Durrësi ka përmbytje. Kështu që e di, më pëlqen të rri shtëpi me një çaj, me një kafe, me një libër, me kompjuterin tim, gjërat që kam për të bërë shoqërun e kam punën nga shtëpia. Kështu që
Por e kuptoj dhe anën e tjetër, kështu që nuk du t'jem mos mirënjohëse, jam falendëruese për çdo gjë të mirë që kam. Edhe kaq raporti im nga sot, do jetë një e martë shumë chill, shumë e qetë. Ndërkohë Giulia me Ronaldon, me Arbrin, me Kunatin po shijojnë borën, mezi po pres në të groj foto dhe video të Arbrit në borë. Sa i bukur që është, ai është një pimë, por mashallah ka bëzoti mrekulli, si për gjithë fëmijët fundja. Pasoj Q do thënë italianët për këtë ditë. Një por, që ka shufton. Që ka shufton. Se kira parë që nuk ka shufton. Që nga me menos, shumë shufton. Po që si nësë me këtë fëtot në qëllim në vëndë më të ngrota. Kur vjen ajo era që si edhe vorën këshu një ngrim fare. Po këthejme, fëtot. Po ja dobra, pamura. Tani kemi ndaluar për një qëkollatë. Po. Nuk i dakord ti. Se di sa do mund të regjistroj. Por, dhe thjesht të thërë, nuk e kam lejmuar, sot të dal me Arbrin, jemi të dy, shkojmë në bibliotek, vendi preferuarit të dyve, rëzotësim kalbricë. Jo tio! Njëse si kisha arruar t'ju thoja, t'ju updatetoja, që Arbri ka per flokët. U bë të latë fare, do me thënë rënjë nuk e prekëm, i shkurtuan flokët, por rënjë nuk e prekëm, edhe... U preka, në momentin që e hoqëm, e pak të mamit lutam, në momentin që e hoqëm flokët, nuk është se kishë nëjë flokë që di qa, po në momentin që e hoqëm, u preka. U emocionova për arsye në thjesht se ndryshoj komplet. Dhe me thënë, u të bë më i malë automatikisht, dhe me thënë, ja prem një vjetë që një javë, 10 ditë, diçka e tillë, edhe mu duk si kur mu rrit pa pritur. Nuk e di, më bëri një efekt shumë të çuditshëm. Tani po i rritëm prap flokët, jeshtë nxirri gjithë koka, i ka dalë flokët. Rrënja nuk i ndryshoi si shtash, kështu që nuk i ka dalë jashpër. Por prap më bëri çudi në atë moment kur e pash tash. Më bëri pak efekt. Unë nuk jam tipi ndjeshëm, po ju betojmë që në atë moment u preka, u emocionova pak. Madje nuk është të bëj në me kapushë, më lej këtu dhe puça sepse kam ngrënë jashtëzakonisht shumë keq. Po kalojmë nga tema në tempo, po kam ngrënë jashtëzakonisht shumë keq. Edhe pasoja duken, por i heqim dorë në ushqimi, jo, se puçat mbulohen. Edhe puçat nuk në ndryshojnë si njëri, ndërsa ushqimi është shumë rëndësishëm, kështu që as nuk mbullohet sot, nuk e di çfarë pas. Qisesi, si njëri make-upi që jam unë, ta dini jo, kisha marrë këtë me vete për dje në borë, sa tash zbëra make-up si që ju tregova, kam harruar fuçën në makinë. Si, thjesht pak blash kështu sa të ty. Ta shpejtoja, por e pas Arbrin ashtu, do me thënë, mu duke çuditshme. Mu duke çuditshme si ku mu rrit pa pritur, nëse ka mundësi do i kap një klip nga mbrapa të shikoj. Por tani është ndjer kokam fani, edhe nuk dallom keq, por që mu bëri pak çudi më bëri, ky s'po ka ndryshim fare, se më bëri edhe u ndjeva pak kështu, mu rrit djali. Edhe ta shikoni. Un kam një gjë me këta kalamaj. Edhe diçka se mua vetë nxjerr mua vetë. Por janë të tmerrshëm. Jam aty që ditën të morë, nga i mësoj gjithë të gjë kështu. Jam vazhdimisht në o, do më thënë jam kështu, wow. Nga i mësoj. Nga ana tjetër jam aty, okay, unë jam prindi që duhet ta edukoj, ti them jo për këtë gjë, jo për atë gjë, por nga ana tjetër jam me vërtet që them, wow, nga i mësoj. Jam papar kalamajt e sotëm. Sepse ne s'pajmë në vetën tonë, prandaj, po janë papar, janë të papar. Qisesi, unë tani do shkoj te biblioteka, si shtash, pastaj do ikit marr bukën, pastaj nuk e di, çom çfarë do na dali rrugës. Arbër, kujdes. Po, se e thyn atë. Risia kryesore kjo ishte, domethënë. Arbri që ka përre flokët. Dhe që unë kam grënë, jam shëndoshur, se di, jam shëndoshur. Sepse si shtash, mua ushqimi më pëlqen, kështu që nuk sakrifikoj para asgjë. Edhe gjithsesi, në risi aty, dhe ty tha kam bërë këtë lovren për
Shupike që tani s'do e por gjithsesi fantastik. Mezi hiqet, por që është më mirë. Ngri shupikët të pa parë. Xhuj kolla. O kolla. Edhe gjëja tjetër që ka ndryshuar disi balancat e mia, arbri nuk fle më gjumë. Që ca net, edhim të veshti, si që thash, edhe mezi flin të natën, por që zotit, u stabilizu nga janë, tani po kalon në një gjumë ditën. Jej, fërmi, kjo është gjë më e bukur në botë, jo nuk është. Isha rehat në kuptimin që sido që tjeti kishat nevojshme ato 2 herë që ai flin të gjumë. Po tani që ai fle vetëm një herë, do t'i gjej një balans tjetër, një ritëm tjetër që gjërat e mia, sepse për ndryshe u mbasin komplet ritmin edhe unë do më thënë në një gjumë lexoja, në një gjumë bëja diçka, në një gjumë për shembull ose shikoja diçka, sido që tjetër rregullohesha që të merja kohën për mua, po tani që është vetëm një gjumë, nuk e di si do e bëjmë, por do e dalim. Po, gjithmonë do e dalim. Gjithmonë jem diçka për ty. Edhe diçka tjetër për arbrin, ka filluar të flasë. Do të thënë, thot me vërtet mashallah shumë fjalë. Që në gjonë dita ditës, për shembull djeg ka filluar vazhdimisht të përsërisi i thoja nda o bërë Nita taja bënde. Ka filluar tani është në atë fazë që çdo fjalë përsërit, çdo fjalë që dëgjon është në fazën e papagallit. I përsërit gjitha gjërat dhe është një nga gjërat më të bukura. Gjërat më të bukura të mundshme, ku është që mundohet aq shumë që të flasi, është fantastike, më pëlqen me vërtet shumë. Jam shumë e bekuar që ka mundësinë të rri edhe ta shoh. Domethënë mundësinë që më ka dhënë Zoti ta shijoj dita ditës, ta rris dita ditës, më vërtet gjë e bukur se e shikoj e vëre ndryshimin kaq rrisit për moment. Që do të marr krah? Po jo, tani po flas me një njerëzit. Normal edhin e kisha thënë që ecën. Edhe tani mbi gjitha ka filluar thot me vërtet shumë fjalla më bukur në botë. Edhe ja do të marr mami. Na këtu, sa të marrë mami. Kujdes. Po vetën e vetë në pas që wow. Dhe frym, ja më kështu. Filloj që të lindje faktikisht të kjo rinë të tjabu. Tani e frym tamam. Edhe kështu, kjo mënyra do të mësohem tani të kem kujdes për fjalët që them, jo se unë flisja në mënyrë të keqe më parë ti, më thënë se kam bërë ndonjëherë, por do të thënë duhet jem më e kujdesshme për gjërat që them, për fjalët që them. Edhe sepse tani me vërtet ka filluar ajo faza e papagallit, kupton çdo gjë. Edhe e di që po desha të dobësohem është thjesht i bënjimi imi, mund ta bëj edhe mbas e bëj, se kam një dasëm në maj, kështu që jej. Por gjithsesi, nuk është jam shëndoshur shumë, por që jam shëndoshur pak. Si do që t'jetë. Vjetre, paktën unë e vëre. Plus që më kartë cikli, nuk e di e kisha thënë, jej, pikë të mbushë arbri 1 vjeç, javën tjetër, me erdi se. Sinqerisht sa të shkoj te doktoresha, sepse po filluar sa të bëj kamerat, por kështu që ka edhe herë që jam me vërtet e fryrë, s'më kishte munduar këtë pjesë, por pas 2 vitesh duhej. I kemi bibliotekë tani se do të flas për më. Kemi bibliotekë. Ha mama. Faktë tani kur dal nuk jam vetëm sepse ka marrë për shumë për vetë. Ha shpirti. Ha. Mos t'ju gënjej dielli sepse është. Por që faktë nuk na bie si dhe kemi mundësi të dalësh. Çdo gjë është kështu tani. Arbi që tregon diçka dhe unë që ja shpjegoj, flas. Ose se kjo është mënyra më e mirë për të kaluar kohën. Do të jemi duke ecë. Apo jo biri? Meti. Po ka të gati, me zikoj priste, por hajtë që kënë. Pak në përshëm që drekën e kemi gati, po arbri ha drekën nga ora 1 të ndyrë të gjumë, në shalë po fletë të fërë, që të po kaqën e ka snik. Qik vonë sot, por s'ka gjërën që ka të hajtë. Ne u këtëve më shpi, jemi në guzhinë, po bërëm qik drekën për marë në lavin, dhe të patatë të shkuqura, sa dhe qik vezë, shkuqurash. Në baru në gjëra që kishim bërë, gjela arbri të është gati, kisha lëngu në mishë gati të ndaj. Edhe shikoja këtë syri, nuk u di dhe vënë, është bërë një jam gritu, nuk është se jam gritu me vullnet, se do e gritu, por arbi,
Arbrit tani ka ca javë që ka filluar e bën kush hunda, kush syri, kush kjo, edhe i tregon. Për shembull, kokën, edhe gojën, edhe veshët i tregon te vetja vet. Edhe syrin, ndonjëherë. Po i the për shembull kush syri? Kush syri? Do të preki syrin tim ose bashkëshortit tim ose kushdo që e pyet, domethënë ta tregon te vetja jote. Gjithashtu edhe hundën. Kështu që tani që kam mësuar këto, rri her pas here ta bën kështu. Syri tani. E pastaj i prek syrin. Prek hundën, i kam mësuar të gjitha, një kokën e vetëm. Dikush koka, diku janë faqet, dikush balli, dikush hunda, goja, veshët e këto gjëra. Kështu që nëse më shihni pak si grupi. Edhe gjithashtu nuk të lë më rehat bësh asnjë gjë vetëm. Unë e merja më parë në kuzhinë, po tani dua unë, duhet ta marrësh sezon se përndryshe bëhet nami. I kisha mbyllur këto gjërat e kuzhinës me këto gjërat që mos i hap të kur ishte më i vogël. Ndërsa tani ja kam lënë hapur, sepse tani kur i thua jo me atë se vritesh, deri diku kupton, deri diku të shef në kokë përsyres dhe më pikërisht atë gjë, por ja kam lënë hapur që të filloj të paktën ti kuptoj, ti ashtu. Siç po i nxjerr tani për shembull gjitha luget dhe fillojnë. Ton këtu tani po e mbyll këtë vlog. Uroj të shihemi në vloget e tjera, së shpejti. Edhe faleminderit që jeni gjithmonë këtu, faleminderit për mbështetjen. Uroj të shtoni, kaloni këtë video me njerëz që doni që mendoni se mund të pëlqejnë këto lloj vlogesh dhe shihemi në vlogun tjetër bashkë. Do pafshim dhe kalofshi sa më bukur.